Ju e dini që Komuna Prishtinës ka organizuar seancën e jashtëzakonshme dhe kjo seancë ka rezultuar me nxjerrjen e vendimit për bartjen e të hyrave vetanake. Ne kemi dorëzuar qësha ditë, do të thotë më njëherë pas seancës, pas gjysmë ore kemi dërguar lëndën edhe në Ministritë e Pushtetit Lokal, edhe në Ministritë e Financave. Deri sot ky proces nuk ka përfunduar nga Ministria e Financave dhe ne presim që ata sa më shpejti allokojnë mjetet. Në bazë të informacioneve që kemi, Ministria e Pushtetit Lokal e ka aprovuar seancën si seancë të ligjshme, ka kthy konfirmimin e ligjshmërisë, ndërsa tash pritet nga Ministria e Financave që t'i allokojë buxhetin. Ne mendojmë që ata duhet sot ose nesër mes së largut të allokojnë buxhetin e Komunës së Prishtinës. Nuk ka asnjë arsye që të vonohet ky proces dhe mbas vlerësimit tonë ata është dashur që të vonojnë edhe ditën e premte edhe gjatë vikendit dhe tashmë ta kishin buxhetin në mënyrë që trafiku urban të funksionojë dhe qytetarët të kenë këtë shërbim të domosdoshëm edhe nxënësit edhe të rinjt edhe të moshuarit në mënyrë që të ketë lëvizje të trafikut urban dhe ky shërbim të ofrohet tek qytetarët e Prishtinës.